pse fasule do ham sot? Le unë do marr ndonjë nga jashtë. Kjo është shprehja që dëgjojmë pothuajse në çdo shtëpi kur kemi fasule, po çfarë të bëjmë tani? Neve na pëlqejnë edhe do t'i bëjmë. Duan fëmijët edhe burrat. Njësoj janë ata si fëmijët si burrat. Tani në fillim si shikoni unë ndroj ujin e parë që i kam vënë të vlojnë, edhe pastaj i mbush me ujë të pastër, do t'i hedh brenda qepës, speca, karotë, siç janë kështu të gjitha bashkë, vaj ulliri, edhe do t'i vendos në tenxhere presionin që të vlojnë. Do t'i lënë një 20 minuta, jo më shumë se këto fasule zihen me një herë, edhe pastaja e mora qepën që kisha hedhur brenda ashtu të gjithë siç ishte, karotat, specat, të gjitha këto gjëra do me thënë zarzavatit që kisha brenda perimet, i hoqja, i vendosa në një tigan, do t'i shtyp tani, siç mund të shikoni, një lugë me pelte domate, o ta trazoj mirë aty, erza i hodha krip piper të kuq, piper të zi edhe tamerik brenda, mund të hini çfarë erza të doni juve, s'ka problem, unë këto i hodha, edhe një nga lëngu i fasuleve që të mundet të vloj salca. Pasi ka vluar salca, do ta marrim të gjithë edhe do ta hedhim brenda tek fasulet. Kuptohet që i bëj pa mish, nuk duhet të hedh mish, pse të hedh mish, nuk ka kuptim fare. Edhe në fund një çik majdanos, po doni mund të hini dhe selin, ne na qenë me majdanos. Edhe ç'të hani o njerëz, janë fantastike. Edhe një kile buknan të fasuleve, po pa diskutim. Ciao, ciao!